Sa vite i duen një shqiptari për të blerë një apartament në Tiranë? Po them Tiranë tani sepse nuk dua të marr në shqyrtim pjesën tjetër të Bregdetit apo të qyteteve të tjera Shqipërisë, sepse tregu i real estate-it ka ulje dhe ngritje të mëdha. Pra ka qytete ku çmimi është fare modest, për të mos thënë që nuk ka fare treg të real estate-it, dhe është Tirana ku çmimet vazhdojnë të kenë ulje dhe ngritje. Në fakt, edhe Tirana brenda saj ka një raport të çrregull, duke nisur nga sheshi Skënderbej dhe duke shkuar tek pjesa tjetër e zonave të qytetit. Po cili është problemi në fakt që doja të thoja sot? Sa i duhet një shqiptari, pra një shqiptari të zakonshëm me një rrogë relativisht mesatare, po themi as të ulët as të lartë, për të shlyer një banesë, për të blerë dhe për të shlyer një banesë në Tiranë? Sipas të dhënave zyrtare, pra insistoj edhe një herë, sipas të dhënave zyrtare, një shqiptar i duhen 18.3 vite, një shqiptari me të ardhura relativisht të mira, po them mbi mesataren, për të shlyer një apartament po ashtu me çmime mesatare në Tiranë. Ndërkohë që ky është çmimi më i lartë në rajon. Pse është çmimi më i lartë në rajon? Sepse praktikisht Shqipëria ka 18.3 vjet kohën e shlyerjes një apartamenti, ndërkohë që Mali i Zi, i cili është me çmimin më të ulët, vërtitet rreth 11 vjet. Pra duke qenë thuajse gjysma e kohës, pra një malazezi i duhet relativisht gjysma e kohës, ose 55% të kohës që i duhet një shqiptari për të blerë dhe për të paguar mbrapsht një apartament. Ka një mospërputhje midis, natyrisht para se të shkoj te kjo, ka edhe një raport tjetër midis vendeve të tjera. Serbia e ka më të lartën mbas Shqipërisë, më pas vinë vendet e tjera të Ballkanit, Kroacia, por Mali, Maqedonia dhe Kosova e kanë më të ulët, ndërsa Mali Zi ka çmimin dysheme. Pra nëse ti ble një apartament në Malin e Zi për 11 vjet afërsisht, ti e kthen mbrapsht pagesën e saj. I rikthehem tani problemit të dytë që thash. Çfarë problemi ka midis raportit të çmimeve shumë të larta të banesave dhe rrogave relativisht të ulta, që Shqipëria konsiderohet ndër më të ultat në Ballkan? Problemi është i tillë. Këtu ku jam unë, sot në sheshin Skënderbej, çmimet e godinave janë më të lartat në mënyrë absolute në Tiranë, po janë edhe më të lartat në të gjithë Ballkanin. Sot një godinë në qendër Tiranës ose në zonën rreth rrotullsaj, në zonën e bllokut, në zonën po them rreth universitetit dhe në dy krahët e bulevardit, çmimet e banesave shkojnë nga 3.500 deri në 5.000. Ka raportime që janë shitur apartamente deri në 7.000 euro metri katror apo 9.000 euro metri katror, pa llogaritur këtu çmimin e ambienteve komerciale, pra të çështjen e dyqaneve dhe tjera. Pra me këto çmime në mënyrë absolute, Tirana sot ka çmimet më të larta të gjithë Ballkanit, duke hequr Turqinë dhe Greqinë, që janë më vete, dhe duke futur pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat janë në rrugën integruese drejt Bashkimit Evropian. Nuk fus këtu çmimet e Bregdetit, që Mali Zi, Kroacia i kanë shumë të larta se sa Shqipëria, po marr vetëm çmimet e rezidencave dhe banesave në qendër qyteteve. As Zagrebi, as Beogradi, as Prishtina, as Podgorica, as Shkupi dhe asnjë absolutisht në mënyrë absolute as Sarajeva nuk i kanë çmimet sa Tirana. Po si shpjegohet kjo rritje e çmimeve në Tiranë? Ka shumë pikpyetje që lidhen me paranë informale, me paratë që vijnë nga krimi, me paratë që vijnë nga korrupsioni. Llogaritet një buxhet rreth 300 milion euro që janë vetëm paratë korrupsionit, që investohen kryesisht në ndërtim, për arsye se Shqipëria nuk ka mënyra të tjera të investimit dhe shërbejnë më shpejt për të krijuar një lloj larje të parave. Por nuk është vetëm kjo, sepse po të ishte kjo do ishte lehtësisht e identifikueshme. Po ashtu janë emigrantët shqiptar, cilët janë kontribues të jashtëzakonshëm në buxhetin e blerjeve në Shqipëri. Sidomos në Bregdet, por edhe në Tiranë, sot ka me 10.000 apartamente që janë të pabanuar, por në fakt nuk është se janë të pabanuar, janë kryesisht apartamente të emigrantëve shqiptar ose të familjeve shqiptare që i kanë blerë për t'i pasur si një rezidencë të dytë apo për t'i pasur për një moment tjetër në jetën e tyre, pra kur dalin pension, kur largohen, edhe pse një pikpyetje e madhe është nëse këto godina, këto apartamente, këto banesa do të përdoren apo jo. Pikpyetja e dytë vjen me një tjetër problem, sepse ky problemi kryesor ka qenë, a mund të blihet kollaj një banesë në Tiranë? Jo, nuk mund të blihet kollaj, pavarësisht se ka pasur shumë debate. Një familje normale e ka të vështirë, për të mos thënë të pamundur, që të blejë një rezidencë që përputhet me statusin e saj. Pra, një shqiptar që ka një pagesë mbi mesataren, supozohet që duhet merrte një banesë në kushte të mira relativisht në zonën rreth rrotullqendrës, jo në sheshe, por rreth rrotullqendrës,
Ky status nuk ekziston. Me rrogën mesatare të lartë të Shqipërisë mund të shkosh blesh një apartament në periferitë më të largëta të Tiranës. Pra ka një mospërputhje midis statusit social në pagesë dhe statusit social në banim të qytetarëve. Ndërkohë që problemi i dytë është një rrezik real. Tiranë janë dhënë leje për një numër kullash, unë nuk mund ta them numrin e saktë të tyre, disa janë kulla që kanë filluar dhe janë zhvilluar, disa tjera janë në proces zbardhje, në proces projektimi, me leje ndërtimi, disa kanë hapur gropat, por çfarë po ndodh? Nëse janë dhënë një numër shumë i madh lejesh dhe në fakt fillimet e tyre janë sepse duhet paguajnë taksën, duhet hapin gropën e gjitha, ekziston një rrezik që shumë prej këtyre kullave, nuk di në përqindje, nëse kjo mund të jetë 50%, 40%, 30%, nuk do të arrijnë të ndërtohen. Nuk do të arrijnë të ndërtohen sepse tregu ka mbi ngopje dhe nuk ka më mundësi që ato të shiten. Por ku është rreziku? Rreziku është që këto kulla, të cilat sot kanë filluar të mbledhin para nga qytetarët me parablerje, duke përdorur vetëm në kontratë, leje paraprake apo tjera, duke mos u ndërtuar, nuk do të kenë më mundësinë, pra duke shkuar në faliment, t'ju kthejnë mbrapsht qytetarëve lekët e investuar aty. Kështu që një vendim që ka pasur dhe një orientim nga qeveria që të mos paguen ende pa u ndërtuar godinat, është absolutisht një këmbën alarmi. Ta dini që rrezikon që shumë prej kullave që kanë marrë leje ose që pritet të ndërtohen në Tiranë të mos ndërtohen. Prandaj askush nuk duhet investojë, o pa pasur garanci komplete që kompania është një kompani e madhe dhe ka asete për të kthyer mbrapsht paratë që do të marri, ose e dyta duke pasur të plot për ndërtimin. Çdo ndërtim, pra çdo blerje paraprake, pavarësisht çmimeve joshse mund të jetë fatale afatgjatë sepse këto kulla mund të shkojnë në faliment. Ky është vetëm një alertë që thashë ka bërë dhe qeveria, duhet dhe gjithë secili të jetë i vëmendshëm në këtë drejtim. Ndërkohë që sa kulla do ndërtohen në Tiranë, a janë ato worth it, është një çështje tjetër. Unë mendoj që kullat nuk e kanë shëmtuar Tiranën, përkundrazi ato kanë dhënë një çere tjetër, por kullat nuk janë gjithë thelbi i real estate-it në Tiranë. Problemi kryesor i real estate-it në Tiranë është që nuk po rriten vetëm çmimet e kullave, po rriten edhe çmimet e apartamenteve normale. Sot për të gjetur një apartament në zonat rreth rrotull Tiranës duhet shkosh nga 2.000 deri në 2.500 euro, ndonjëherë dhe 3.000 euro, që është një çmim i pajustifikueshëm. Insistoj edhe një herë, i pajustifikueshëm për rrogat dhe pagesat që shqiptarët marrin. Pastaj nëse flasim për para informale, nëse flasim për para krimi, nëse flasim për para korrupsioni, është një histori tjetër. Asnjë vend i botës nuk mund të llogarisë zhvillimin e tij mbi korrupsionin dhe krimin, dhe shembulli i Kolumbisë ka qenë shembulli tipik që sa kohë që paratë e krimit hyn për të investuar, nuk funksionuan. Ka një tezë që dhe Amerika dhe Britania dhe vendet e tjera janë bërë me paratë e krimit, por në fakt nuk është e vërtetë, sepse sasia e parave ilegale ose jo informale në raport me paratë, po themi të pastra të biznesit, ka qenë shumë e vogël. Ndërkohë që ky raport ka qenë i përmbysur në Kolumbi dhe rrezikon të jetë i përmbysur dhe në Shqipëri. Çfarë do të ndodhë me real estate në Shqipëri? Thash, dy probleme janë. E para, një qytetar nuk e ble dot, një qytetar normal nuk e ble dot banesën e tij pa e shlyer për gati 18, ndoshta mund të shkojë edhe 20 vjet, dhe e dyta rreziku që falimentimet e disa prej godinave në Tiranë mund të çojnë të marrin me vete dhe investimet që kanë bërë aty qytetarët, ndaj bëni kujdes.